Doktori që i dha jetë lirisë. Libri u prezantua në New York më 5 nëntor në konsullatën e përgjithshme të Republikës Kosovës në New York, ku promovua monografia Doktori që i dha jetë lirisë, doktor Faredin Hoti, dëshmori kombit, me autor Besnik Hotin, birin e mjekun hero. Në hapje, ambasadori Bleri Mreka i cilësoi librin si dëshmi për drejtsinë e luftës së UÇK-s dhe sakrificën e një populli për liri, ndërsa profesor Nusret Plana e vlerëson autorin për obligimin ndaj kujtesës kombëtare. Besnik Hoti tregoi se frymëzimi për librin lindi nga humbja e babait, vëllait dhe gjyshit në pranverën e vitit 1999, 3 breza të rënë në altarin e lirisë. Monografia me 5 kapituj sjell dëshmi nga kolegë ushtar dhe pacient të humanizmit të doktor Faredinit, obstetër ginekolog që ndihmoi lindjen e 800 foshnjave shpesh në kushte lufte. Në sfalt u shfaq një montazh për jetën e tij, ndërsa të pranishme i udhëruar për mbledhja poetike Vdekja e një nate, Olim Prishtinë. Mjeku i dashur për popullin e tij ka lënë gjurmë në art në sport. Emrin e tij e mban turneu për kujtimorit të rinjve dhe reparti ginekologjisë në Ravec, ndërsa bluzat e bardha ruhet në Muzeun e Krushës së Madhe. Autori i diplomuar në marrëdhënie ndërkombëtare falenderoi konsullatën dhe kontribusit Gjozi Përcolaj dhe ambasadorin Reka për mbështetjen në fjalët e tij emocionale. Tha se është e pamundur të jem diplomat kur para syve kam baban. Pjesëmarrësit e quajtën promovimin një moment frymëzues dhe një apel për drejtësi për Krushën e Madhe. Në fund Besniku tregoi foton e Ushinotit gjetur në portofolin e babait, simboli i gjakut dhe kujtesës që nuk shuhet.